Megjithatë, gjykatëroja ka pranuar që ta kthejë në një seancë debati, ku ajo është mbrojtur apo ka kërkuar. Gjëja që të bën përshtypje është ajo që ja u kam thënë edhe radhës tjetër që Spaku mori një vendim për mos të vajtur në zyrë. Pra pezullimin nga detyra. Gjë që nga marrja e vendimit Belinda Balluku nuk e zbatoi. Nuk e zbatoi sepse pas marrjes së këtij vendimi Belinda Balluku vajti në kryeministri për 7 orë jeshtë, neli 8 orë jeshtë, neli brenda në kryeministri ku nuk dihet asgjë se çka ka bërë. Këtu kemi të bëjmë një shkelje të vendimit të gjykatës, pavarësisht se nuk ishte komunikuar, domethënë në një seancë, por ishte komunikuar zyrtarisht, i dhënë vendimi dhe ajo duhet të zbatonte atë lloj vendimi. Pra sipas jush ajo nuk duhet shkonte në kryeministri në takimin që zhvilloi prej 7 orësh me kryeministrin Edi Rama. Absolutisht ishte shkelje e hapur e vendimit. Ishte shkelje e hapur e vendimit gjykatës. Në këtë moment nëse opozita kërkonte të bënte një lëvizje vërtet politike, do të ishte ajo që opozita e gjithë duhet të ishte tek dera e kryeministrisë Shqipërisë dhe të komunikonte me prokurorin e Spakut për të deklaruar që Belinda Balluku ka thyer vendimin e gjykatës. Dhe në atë moment mund bëj arrestimi flagrant të Belinda Ballukut. Binte Spaku dhe e bënte këtë. Duhet të ishin gjithë mediat vërtet ishin aty dhe qëndronin dhe bënin, por çuditërisht asnjë nga opozita nuk e mori këtë hap për të bërë promotor në këtë lloj lëvizje dhe për të komunikuar direkt me Spaku. Në moment Spaku pastaj ose do dilte zbuluar, ose do vinte të vepronte, gjykoj se do vinte të vepronte për të bërë arrestimin flagrant. Ky quhet arrestim flagrant. Për sa kohë ti nuk e zbaton vendimin e gjykatës apo e thyen, siç e quajmë ne, e thyen urdhrin e gjykatës, në atë moment gjykata prokuroria të arreston edhe ky quhet arrestim flagrant. Kështu që e kishte të gjithë mundësinë, edhe pse ka mandat deputeti, nuk ka asnjë rëndësie se quhet arrestim flagrant. Gjë që nuk e bëri askush. Askush nuk e bëri, madje prisja që të bëhej edhe nga studiot televizive ku ishin direkt analistë, gazetar, askush nuk e përmendi këtë lloj fakti, po gjithu morë me faktin çapo del, çapo debatohet dhe çapo thohet. Madje mund të them se edhe vetë kreu i opozitës Berisha nuk e diskutoi fare këtë thyrje të vendimit. Jo, se ka përmendur, por gjithsesi edhe pjesa e takimit është e rëndësishme sepse çfarë është diskutuar prej 7 orësh në zyrën e kryeministrit Edi Rama. Po nuk më intereson fare se çfarë është diskutuar në atë zyrë, më intereson prishja provës që mund të kenë bërë, materiale që mund të jenë fshirë, materiale që mund të jenë bërë, nuk di se çfarë është bërë aty, por ajo që është më kryesorja dhe po e ritheksoj edhe një herë, ka thyer vendimin e gjykatës. Belinda Balluku atë vendim e kishte në dorë. Nuk ka rëndësi, sot ishte një seancë për ta komunikuar dhe për të debatuar aty në seancë, por me sa duket edhe Spaku ka heshtur në këtë pikë, e kupton, sepse ishte Spaku ai që duhet vepronte, megjithëse ishte bërë mediatike publike njërin tjetër. Pavarësisht nga kjo, një lëvizje politike që mund të kishte bërë opozita dhe të fitonte shumë pikë në këtë situatë, ishte vetëm të vinte të ngujoheshin aty te para derës së kryeministrisë dhe të njoftonin Spakun dhe të kërkonte të vinte Spaku aty për të bërë arrestimin e Belinda Ballukut të flagrancë. Kjo është fakt juridik, nuk është as opinion, as se unë po them diçka të re. E ka kodi procedurës penale, e ka taksative, nëse ti thyen vendimin e gjykatës, është njësoj se kur ti tenton të ikësh nga burgu, je i burgosur dhe tenton të ikësh nga burgu. E njëjta situatë është. Kështu që priset, ndodhi, nuk ndodhi. Ose për ignorancën e tyre, po s'besoj se aty ka dhe juristë, sepse kjo është gjëja më fillestare e një juristit, nuk është se është një filozofi e madhe. Por edhe politikisht duhet ta kishim bërë. Duhet ta kishim bërë, nuk e bërë. Gjithsesi tashmë ky është një vendim i
i dhënë Belinda Balluku përveç vendimit dhënë ka dhe një vendim të thyer, se ajo qëndron prapë ajo situatë. Prisja që me këtë vendim thyer vetë spaku të vinte me një kërkesë tjetër, domethënë me këtë lloj argumenti se ti ke thyer vendimin dhe me këtë argument duhet vinte me një vendim tjetër, me një kërkesë tjetër në gjykat, nuk erdhi në ditët në vijim do ta bëj. Por ajo që kam thënë që i qëndroj prapë besnik edhe asaj pjesës tjetër, sepse ju kam thënë që kjo është edhe një lëvizje politike e vetë FBI-s, po luan me Edi Ramën, të gjitha shkojnë tek Rama, nuk është puna thjesht, unë kam thënë se shihni Belinda Balluku. Belinda Balluku, atë që kam deklaruar në ditën e parë, kur doli nga spaku që u more pandehur, atë deklaroj edhe sot, Belinda Balluku nuk jep dorëheqje, pavarësisht nga çdo lloj vendimi që do merret. Belinda Balluku vetë nuk jep dorëheqje dhe Rama, po e ritheksoj, Rama nuk është i aftë, nuk është i Zoti, ta shkarkoj Belinda Balluku. Kjo është taksative. E kam thënë që ditën e parë, qëndroj besnik saj. Rama nuk e shkarkon dot Belinda Balluku. Belinda Balluku nuk. Po, do kalojmë edhe te pjesa e raporteve të Edi Ramës me Belinda Ballukun, por në këtë rast të mbetemi te spaku dhe gjykata e posaçme. Cili është roli i FBI-s vetë në këtë rast brenda spakut dhe sa ndikim ka pasur në çështjen e Ballukut? Roli i FBI-s është ai rol të cilën e ka pranuar vetë spaku, ku ka thënë që ne jemi në koordinim të plot me FBI-n amerikane. Dhe kjo është lëvizja e FBI-s, pra ne tash është sa juridike dhe politike. Politike është kjo që i kanë dhënë një shans, themi, apo një provë, kanë vënë përsëri në provë Ramën për të parë që ky njeri shkëputet dot nga krimi organizuar, nga bandat e rrugës, a shkëputet dot ky njeri. Dhe nëse do ishte vërtet që Rama do shkëputesh, atëherë Rama do bënte shkarkimin e Belinda Ballukut direkt sa doli nga spaku, kur doli me mandat të pandehur, jo me person dieni, po me mandat të pandehur. Pra u mori pandehur nga spaku, Rama në atë moment nuk do ta kishe prit Belinda Ballukun në zyrë për të sqaruar dhe për të bërë, por do të kishe bërë direkt shkarkimin e tij, do të çonte direkt kërkesën për ta shkarku Belinda Ballukun, se është vetëm firma e tij që e shkarkon, asnjë firmë tjetër nuk e shkarkon Belinda Ballukun. Përveç nëse dënohet, pastaj vendimi i gjykatës në mënyrë absolute, nëse vjen spaku me një kërkesë të cilën unë ja kam bindje që do vi, tashmë do vi dhe me një kërkesë tjetër, spaku ku do kërkoj arrestimin e saj, qoftë arrest shtëpi apo arrest me burg, nuk di se si, sepse ka dhe një moment të tjetër të cilët unë prapë kam dyshuar, ju kam thënë që në lëvizje që po bën Belinda Balluku, dhe që jaket e saj, vajtja në Amerikë për 24 orë, sikur po shkon Durrës, dhe kthimi i saj për andej, lënia që shkoi deri në Amerikë, se ata e dinë shumë mirë që do shkon. Them kam frikë se, domethënë dyshoj, nuk është se kam taksative, po dyshoj që Belinda Balluku mund të bërë edhe bashkëpunëtore e drejtësisë, dhe në këtë kontekst ata lejojnë të bëjnë disa veprime të cilat i lëvërdisë edhe vetë spaku i lëvërdisë në këto lloj veprime që bën ajo. Bashkëpunëtore e drejtësisë në këtë rast do të thotë që të tregojë të gjitha aferat që ka kryer së bashku me kryeministrin Edi Rama. Gjitha aferat që ka kryer Rama, këta janë vartës të Ramës. Këta nuk janë se janë partnerë të Ramës, këta janë vartës. Gjitha aferat i kryen Rama. Të gjitha që bëhen në Shqipëri, unë u kam thënë me kohë që Rama është ai i cili pa firmën e tij, pa përqimin e tij, pa mandatin e tij nuk bëhet absolutisht asgjë. Në Shqipëri nuk bëhet gjë, nëse nuk do Rama. Nuk ka një ministër aty, nuk ka një dikush tjetër, domethënë një deputet që të dali kundër atë të thotë ose ta kundërshtoj për veprimin që ai bën. Ose të japi një alternativë se çfarë veprimi të bëhet. Jo, në mënyrë absolute. Gjithë ai ka. Ai ka vendosur mafian në shtet. Jo, kam thënë me kohë dhe nuk e diskutoj fare këtë. Nuk është. Belinda është vartëse e tij në kuptimin figurativ. Është vartëse, nuk është Belinda që vendos se do bëhet tuneli apo s'do bëhet tuneli, do bëhet loti 4 apo loti 3 apo loti 2. Do bëhet
do bëhet porti i Durrësit, financime që i hidhen në port Durrësit apo s'do bëhen. Se po të kishte qenë dikush tjetër aty që do ta kundërshtonte Ramën, qoftë edhe në emërimin që bëri për drejtorin e portit Durrësit si pika më nevralgjike dhe strategjike e Shqipërisë, si pika më kyçe ku luhet droga, luhet kontrabanda, luhet çdo gjë, dhe si një pikë e cila NATO e ka në vëzhgim portin e Durrësit, të paktën nuk do lejonin që të jep një njeriu i cili nuk ka asnjë lidhje me Durrësin apo me portin, me detin, dhe prandaj kam qytet ai ka caktuar një njeri i cili nuk di not, nuk njeh as mentalitet me një njeri nga Kosova, sillet për të bërë drejtori i portit Durrësit.